Në qoftë se një vend do paqe, duhet punoj për drejtësinë. Kjo frazë e eseistit amerikan Henry Louis Mencken përshkruan përpjekjet e çdo shoqërie, shteti apo forme tjetër organizimi në çdo epokë për të jetuar në paqe. Sensi i së drejtës gjendet i shkruar në karakterin e çdo njeriu, pavarësisht vendit dhe kohës ku ai jeton. Ky është një mendim i vjetër që vjen nga lashtësia, i bëri pavdekshëm nga Shën Agustini. Karta e të drejtave të njeriut e Kombeve të Bashkuara është ndërtuar mbi këtë parim, mbi parimin se normat e së drejtës nuk janë konvencione që i vendosin njerëzit apo qeverit, por parime që jetojnë brenda njerëzve dhe të zbritura nga Zoti. Shqiptarët si shumë popuj të tjerë kanë patur mënyrën e tyre me të cilën kanë mishëruar në realitet këto parime. Për shumë shekuj e drejta zakonore ka rregulluar marrëdhëniet mes njerëzve. Kanuni ka qenë institucioni në të cilin është trupëzuar parimi i së drejtës, i asaj të drejtë të patjetërsueshme që njeriu ka si dhuratë të Zotit. Kanuni ka qenë garancia e paqes dhe përpasoj e së drejtës për shekuj me radhë. Perandoria bizantine dhe ajo osmane, apo qeverisje të tjera nuk mundën ta zëvendësojnë rolin e kanunit dhe të drejtës zakonore me ndonjë formë tjetër. Qeveria e Vlorës në 1912 dhe qeveritë e tjera deri në 1925 nuk ndikuan pothuajse fare në mënyrën se si funksiononte drejtësia zakonore. Me ardhin në pushtet të Ahmet Zogut në vitin 1922, Shqipëria nisi një reformë legjislative të gjerë, ku një qasje moderne u përfshi në kodet e së drejtës. Kjo qasje në shumë drejtime zvogëloi kapacitetin e kanunit, duke e bërë atë më të dobët, por gjithsesi shumë të rëndësishëm. Vendi kishte gjykata dhe shteti nisi të bëhej më i fortë. Vjoj kështu derisa në Shqipëri u vendos sistemi komunist në 1944. Gjatë gjysmë shekulli komunizëm, kjo paqe ishte e pamundur për Shqipërinë, pasi në thelb të asaj filozofie ishte lufta e klasave dhe drejtësia humbi kuptimin e saj. Pas 45 vitesh sistem diktatorial, në 1990 në rast sistemi komunist, kanë kaluar 22 vjet dhe Shqipëria po përpiqet të kuptojë rëndësinë e kësaj paqeje, të cilën ende nuk e ka gjetur. Vendet europiane me të cilat Shqipëria përpiqet të përqasë legjislacionin dhe funksionimin e drejtësisë, kanë ardhur nga një rrugë tjetër, me më pak dhimbje në shumë raste, por gjithsesi me të gjitha ngjyrat e një rruge të vështirë. Kjo rrugë e ndryshme ka ndjekur parime të njëjta, e ka besuar ligjin dhe të drejtën dhuratë të Zotit. Anglia në vitin 1215 miratoi Magna Cartën, ku për herë të parë të drejtat e njeriut morën peshë specifike. Për herë të parë, drejtësia është e lidhur kaq shumë me dinjitetin e njeriut dhe padyshim me paqen. Anglia vjoi vit pas viti dhe shekull pas shekulli, të ndërtoi paqen që sjell drejtësia dhe ta përsos atë deri në pikën ku jemi sot, dhe kur Sir Henry Brooke, ekspert i spikatur i së drejtës në Britani, me thjeshtësinë e një njeriu që të drejtën e quan të shenjtë, thotë se gjyqtari që korruptohet nuk mund të quhet gjyqtar. Në Shqipëri po vjen një reformë e thellë për ta transformuar sistemin e drejtësisë. Po punohet për ta shndërruar plotësisht këtë sistem dhe për ta përshtatur atë me standardet europiane. Ambasada britanike dhe Fondacioni Slim prej më shumë se 2 vitesh po mbështesin reformën në drejtësi me ekspertë spikatur të së drejtës së Britanisë së Madhe. Reforma në gjykatën e lartë vlerësohet si një ndër më thelbësoret në përmirësimin e sistemit të drejtësisë në Shqipëri. Sir Henry Brooke shpjegon detajet e kësaj asistence. Ministri i Drejtësisë Eduard Dalimi flet për përfitimet nga ajo. We started with the High Court. Filluam me gjykatën e lartë. Ajo kishte nevojë për reformim rrënjësor, i cili pjesërisht ishte në dorën e presidentit të Republikës dhe Parlamentit, duke zgjedhur gjyqtar kompetent dhe me aftësi të cilët të mbushnin vendet bosh apo ato të deklaroheshin vakant, dhe pjesërisht duke reformuar strukturën e gjykatës së lartë, që mos mbytej nga moria e çështjeve të parëndësishme, të cilat shqyrtoheshin nga një panel prej 5 gjyqtarësh pa çka rezultatit. Këshillat që ne dham janë përfshirë pothuajse të gjitha në ligjin e ri për gjykatën e lartë, të cilin e di që nuk është aprovuar akoma, por bazohet pothuajse tërësisht në rekomandimet tona. Ne u këshilluam dhe me kryetaren dhe gjyqtarët e kësaj gjykate gjatë gjithë procesit. Fondacioni Slim ka dhënë një mbështetje të jashtëzakonshme dhe një ndikim substancial në reformën e sistemit të drejtësisë. Një kontribut të jashtëzakonshëm. Fondacioni ka dhënë me fuqizimin e një aktori tjetër të sistemit që është gjykata e lartë. Reforma në gjykatën e lartë ka padyshim dorën e Fondacionit Slim
dhe ka patur një mbështetje të jashtëzakonshme në miratimin e kësaj pakete nga ana e qeverisë, pavarësisht se fatkeqësisht, po them, ky ligj vazhdon të jetë në tryezën e parlamentit dhe mungon votat politike, jo teknike, nga ana e opozitës. Por ama modeli britanik që u implementua në këtë projekt ligj, lidhur me pavarësinë e gjyqtarëve, lidhur me karrierën e gjyqtarëve, lidhur me zhndrimin e gjykatës lartë në një gjykatë karriere dhe elementët e llogaridhënies ishin element shumë të rëndësishëm që erdhën nga përvoja britanike nëpërmjet fondacionit SLIN. Antarja e gjykatës së lartë Ariana Fullani jep detaje të ndërhyrjeve në këtë gjykatë sipas modelit britanik. Do të veçoja kontributin për hartimin e ndryshimeve në ligjin për gjykatën e lartë, i cili ishte një kontribut i spikatur, dhe komponent të tjerë të projektit që kishin të bënin me strategjinë e reformës në drejtësi, me menaxhimin e çështjeve dhe të rasteve, që konsistonin vizita studimore që gjyqtarët gjykatës lartë bën në institucione të rëndësishme drejtësisë së Mbretërisë Bashkuar, edhe që patën rezultate të rëndësishme. Për kreun Euralius, gjykata e lartë e Shqipërisë është institucioni më i lartë i gjyqësorit dhe pika kulmore e sistemit, ndaj dhe asistenca në këtë gjykatë është me një rëndësi të veçantë. The second point where the SLIN Foundation has been Fusha e dytë, ky fondacioni SLIN ka luajtur një rol thelbësor siç është reforma e gjykatës së lartë. Gjykata e lartë e Shqipërisë është institucioni më i lartë i gjyqësorit dhe për pasojë është shumë e rëndësishme sepse është pika kulmore e sistemit gjyqësor. Fondacioni SLIN mundi të ndërtojë një marrëdhënie personale shumë interesante me gjykatën e lartë, e cila ishte thelbësore për pranimin e reformave nga kjo e fundit. Ne si Bashkim Evropian kemi punuar ngurësisht me Fondacionin SLIN, duke u koordinuar në mënyrë të shkëlqyer për të identifikuar problematikën brenda gjykatës së lartë dhe më pas për gjetur zgjidhjet më të mira për këtë problematikë. Dhe këtu, Fondacioni SLIN ka një rol të rëndësishëm si partneri ndërkombëtar më i afërt me gjykatën dhe për pasojë. Do thoja se ishte shumë e rëndësishme për reformën që kemi hartuar së bashku pjesëmarrja e Fondacionit SLIN. Asistenca e Fondacionit SLIN është përqendruar dhe në fushën e avokatisë, si një prej komponenteve problematik të drejtësisë në Shqipëri. Avokatia do të ketë një institucion të ri i cili do të kontrollojë performancën ligjore të avokatëve. Kryetari i Dhomës së Avokatëve specifikon këtë asistencë, duke theksuar se ligji i ri për avokatinë dhe institucioni i ri i komisionerit janë të rëndësishme për këtë reformë. Eksperti britanik e vlerëson si pjesë mjaft të rëndësishme të asistencës. Nga ana tjetër, ministri i drejtësisë e vlerëson si thelbin e asistencës së Fondacionit SLIN dhe ambasadës britanike, pikërisht reformën në fushën e avokatisë. Ky projekt në fushën e avokatisë u fokusua në amendimet që u bën ligjit, draftimin fillimisht që u bën nga specialistë dhe kolegët tanë ardhur nga Britania e Madhe, në bashkëpunim dhe me përfaqësuesit e Dhomës Kombëtare të Avokatisë, ndihmë e cila u fokusua dhe u finalizua në draftimin e amendamenteve bërë në ligjin e avokatisë, ku mbi bazën e këtyre amendamenteve një hap i fuqishëm ishte konkludimi në krijimin e shkollës të avokatisë, shkollë e cila do të bëjë jo vetëm profilizimin, po dhe filtrimin, por njëkohësisht edhe rritjen profesionale të gjithë avokatëve. Si hapi i dytë ishte rindërtimi i procesit disiplinor, ka pasur shumë ankesa në drejtim të avokatëve, të cilët shkelnin ligjin, kodin e etikës dhe statutin, dhe ndaj tyre nuk ishin aplikuar masa disiplinore. Dhe ky mos aplikim kishte të bënte për shkak të procedurave të tezë zgjatura dhe të komplikuara të ligjit të mëparshëm, dhe kjo problematikë u bë prezent projektit dhe projektuesve dhe zbatuesve të këtij projektit, të cilët krijuan së bashku me kolegët shqiptar, krijuan një sistem të procedimit disiplinor shumë të thjeshtë, shumë efikas, i cili ka filluar të vihet në zbatim pasi u bën amendamentet e nevojshme në ligjin përkatës. Dhe si rezultat i këtij projektit u suall si produkt të ndërtimi krijimi i komisionerit, që është një eksperiencë totalisht dhe plotësisht eksperiencë britanike. Komisioneri është një person i cili sipas ligjit mbledh gjitha kërkesat që vijnë kundrejt avokatëve që bëjnë shkelje, qoftë nga klientët, qoftë nga gjyqësori, qoftë nga prokuroria, qoftë nga Ministria e Drejtësisë, i përpunon, domethënë, janë të objektit të veprimeve të tyre apo jo, dhe pastaj përcjell këtij komitet disiplinor, komiteti i cili në përbërje të tij për herë të parë është një komitet miks, në përbërje të tij ka avokat, 6 avokat, të zgjedhur nga organet drejtuese,
ka një përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë, një përfaqësues të Këshillit Lart të Drejtësisë dhe një përfaqësues të botës akademike. Ajo që ka ngelur tash për të parë dhe që do të vazhdojë dhe projekti, që është një sfidë e madhe për ne, është sigurimi profesional. Domethënë që ka të bëjë me ngritjen e atij sistemi siguracionesh, ku avokatët me kontributet e tyre dhe dhoma do të sigurojnë problematikën, si mund ta quajnë në gjuhën popullore, gabimet, gafat ose defektet ose dëmet që avokatët në ushtrimin e profesionit të tyre ju shkaktojnë klientëve. Mund të them se qoftë nga pikpamja e kuadrit ligjor, qoftë nga pikpamja e zbatimit, avokatia shqiptare tash është e plotësuar dhe në kuadrin e një performance të bashkëkohore. Was a serious problem in Albania. Shqipëria kishte probleme serioze me cilësinë e avokatëve. Ata nuk trajnoheshin para se të fillonin profesionin dhe ekzistonte një sistem jo efikas për disiplinimin dhe pezullimin e tyre nëse vepronin jashtë standardeve. Në këtë fushë, një nga ekipet tona hartoi një kurrikul të re trajnimi për dhomën e avokatisë dhe gjithashtu reformuan sistemin e ankimimeve dhe ato disiplinor. Sigurisht, në këtë proces përveç dhomës kombëtare të avokatisë, ne u këshilluam dhe me Ministrinë e Drejtësisë dhe gjyqësorin dhe rekomandimet tona u transformuan në ligjin e ri për avokatët, i cili u aprovua vitin e kaluar dhe gjatë kësaj vizite, ekspertët tanë kanë ardhur të shikojnë zhvillimet e zbatimit të këtij ligji. Ka patur është marrë me një nga aktorët më të rëndësishëm të sistemit, me sistemin gjyqësor dhe me avokatinë. Kontributi i tij themelor gjatë kësaj kohe ka qenë në hartimin e ligjit për avokatinë dhe në eliminimin e atyre rasteve të cilat ishin kthyer në gangren për sistemin gjyqësor shqiptar, mos paraqitja e avokatëve, mos pjesëmarrja pjesë e avokatëve, një proces i cili ka marrë fund me hartimin e ligjit të ri dhe me implementimin hap pas hapi të këtij procesi në dhomën e avokatisë. Asistenca e Fondacionit Slim për kreun e Uralis në Shqipëri, Joakin Urjas, vlerësohet thelbësore, duke u referuar dhe problematikës në sistemin e drejtësisë. Albania is having many progress. Shqipëria ka pasur progres të ndjeshëm në fushën e reformës në drejtësi dhe sidomos në hartimin e një strukture të re aty. Megjithatë, Shqipëria përballet me një situatë shumë komplekse dhe përpasoj ka akoma shumë për të bërë. Shqipëria ndodhet në një situatë shumë më të ndryshme nga ajo e vendeve të rajonit, për shkak të së shkuarës dhe mungesës së një strukture të fortë gjyqësore. Njerëzit nuk e kanë për zakon të përdorin ligjin dhe zgjidhjen e mosmarrveshjeve që kanë bazuar në ligj, dhe ky është një problem i madh. Qeveria po ndërmerr reforma, autoritetet po punojnë për ndryshimin e strukturave, por megjithatë ekzistojnë një mëri çështjesh për t'u drejtuar, qoftë në strukturën e përgjithshme, qoftë në zbatimin e reformës. Asistenca e Fondacionit Slim ka qenë shumë e rëndësishme dhe thelbësore në reformimin e situatës së avokatisë, pra të dhomës kombëtare të avokatisë. Ky institucion nuk ishte marrë asnjë mbështetje ndërkombëtare përpara Fondacionit Slim. Ata ishin të parët që i ofruan ekspertizë në reformimin e ligjit dhe aktualisht kemi të aprovuar një ligj të ri për profesionin e avokatit dhe ne shpresojmë të zbatohet sa më shpejt dhe kjo është arritur fal asistencës së Fondacionit Slim. Cilat janë përfitimet e qytetarit shqiptar nga kjo asistencë e Fondacionit Slim dhe ambasadës britanike, sipas së Rainer Brook, ministrit shqiptar të drejtësisë, ambasadorit britanik dhe kreut të dhomës së avokatisë Max Haxhia. The Albanian citizen, like every citizen in Europe, Qytetari shqiptar, si çdo qytetar evropian, ka të drejtën e një gjykimi të drejtë brenda një kohe të arsyeshme nga një gjyqësor i pavarur dhe i paanshëm. Sistemi i drejtësisë kërkon reformimin e administrimit të gjykatave. Një strukturë karriere cilësore për stafin e gjykatave duhet të ketë një kod procedural civil dhe penal, i cili përmbush standardet moderne ndërkombëtare dhe të mundësojnë në zbogëlimin e vonesave që kanë shpërfituar drejtësinë shqiptare, dhe mbi të gjitha duhet të kenë besimin se po dëgjohen nga një gjyqtar i pavarur dhe i paanshëm. Fola për procedurat shumë të rëndësishme të testimit dhe promovimit të gjyqtarëve, trajnimit dhe lekturimit të gjyqtarëve në një çështje si etika dhe sjellja gjyqësore, dhe Fondacioni Slim është tashmë i angazhuar në disa trajnime që po kryen në shkollën e magjistraturës për të ndihmuar dhe lehtësuar procesin. Përfitimi i parë është kualiteti i ndihmës së dhënë, sepse kjo reformë kishte të bënte me trajnimin fillestar dhe me trajnimin vazhdues. Sot operojnë në tregun shtetëror dhe privat 23 fakultete nga drejtësia, 17 janë private dhe 6 janë publike. Dhe ju kuptoni një fluks i madh studentësh mbi 2000 kuadro të rinj, domethënë juristë të rinj që do t'i drejtojnë avokatisë në tregun e avokatisë. Edhe fluksi i madh ka nevojë për trajnimin. Ky projekt solli që
kësaj kategorie dhe asaj që është sot në praktik, duhet me përgjegjësinë e madhe që ka dhoma, me potencialet profesionale, ti trajnoj dhe ti bëj të afta ti fusin në tregun, jo vetëm ta profesionalisht, po dhe të shërbejnë klientit, pra që të shërbejnë popullit në kuptimin që të marri ai nevojtari të marrë ndihmën e dur dhe të kualifikuar. Kjo është aspekti, si të thuash, i drejt për drejt që profiton. Njëkohësisht nga procesi disiplinor, opinioni kuptohet që gjen atje pasqyrë gjithë pretendimet e tij ndaj këtij komunitetit, individualisht përgjegjës, dhe njëkohësisht nëpërmjet këtij sistemi disiplinor mbrohet dhe në të ardhmen nga veprimet abuzuese të avokatëve. Në qoftë se nuk do kishim marrë monitorimin elektronik ne për të dënuarit, atëherë unë po ju them, një vit policia e shtetit harxhon 3.5 milion euro vetëm për ruajtjen e personave me arrest në arrest shtëpie. Një faturë e cila sot i do shkoj jo më shumë se 350.000 euro. Pra rreth 10%, 90% parave ne ja kthejmë qytetarëve shqiptar në investime. Ambasadori britanik Nicholas Cannon shpjegon arsyet pse u përqendrua pikërisht në këto pika asistenca e Fondacionit Slind dhe ambasadës në reformën në drejtësi në Shqipëri. Well, I think there's three main reasons why we've focused on justice reform. U fokusuam për 3 arsye kryesore në reformën e sistemit të drejtësisë, si një nga objektivat kryesor të ambasadës tonë. Mendoj se i pari është thelbësor për të ardhmen e vendit, si në aspektin politik ashtu dhe social dhe ekonomik, dhe se sektori i drejtësisë duhet forcuar akoma më shumë në Shqipëri. Arsyeja e dytë është se është pjesë thelbësore e procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, i cili është një objektiv madhor strategjik për qeverinë britanike, dhe duke reformuar sistemin e drejtësisë dhe duke asistuar në këtë proces, ne shpresojmë të japim kontributin tonë në procesin e përafrimit me Bashkimin Evropian. Arsyeja e tretë është se ne, ashtu si gjithë vendet e Bashkimit Evropian, jemi të angazhuar në një luftë të përbashkët kundër krimit të organizuar dhe aktiviteteve kriminale ndërkombëtare, dhe duke forcuar institucionet e drejtësisë në Shqipëri, ne po i shërbejmë edhe interesave të qytetarëve tanë. Por sistemi i drejtësisë në Shqipëri ka ende shumë sfida, si lufta kundër korrupsionit, reforma më e thellë në gjykatën e lartë dhe në hallka të tjera të këtij sistemi. I believe one area in which reform is badly needed. Një nga fushat ku nevojitet e reformimi menjëhershëm është, siç e përmenda, ajo e zgjedhjes dhe promovimit të gjyqtarëve. Duhet ekzistojë një sistem i cili të mbush mendjen njerëzve të këtij vendi se gjyqtarët më të mirë zgjidhen bazuar në meritat dhe nëpërmjet një sistemi emërimi i cili është qartësisht transparent dhe objektiv, dhe i cili nuk mund të manipulohet nga njerëz që kanë ndikim negativ në proces. Mendoj se kjo është fusha që ka më shumë nevojë për reformimin dhe ne jemi tashmë në bisedime në shkollën e magjistraturës, duke i parashtruar procese të ndryshme për përzgjedhjen dhe testimin e kandidatëve. Muajin e shkuar, isha i pranishëm në një takim në Londër mes profesorëve të bordit drejtues të shkollës së magjistraturës dhe ekspertëve të sistemit tonë të emërimeve në gjyqësor, dhe pati biseda shumë interesante për teknikat e ndryshme të cilat mund të përdoren për të pasur një sistem testimi i cili përzgjidhte bazuar në merita dhe nuk ishte mundësi ndikimi apo influencimi negativ. Problemi kryesor që ka sistemi gjyqësor sot është procesi llogaridhënies, është procesi i përgjegjshmërisë. Ne po punojmë që ta riparojmë të proces dhe këtë element të defekt, po themi, të sistemit. Nëpërmjet transparencës, kemi ndërtuar një portal ankesash online të qytetarëve dhe kemi digitalizuar sistemin gjyqësor. Portalin e kemi ndërtuar bashkë me ambasadën britanike dhe kemi drejtuar monitorët e publikut tek sistemi i drejtësisë. Në qoftë se ne monitorojmë sistemin gjyqësor dhe çojmë gjyqtarët për procedime disiplinore, ata që janë deviant, atëherë ne rrisim llogaridhënien. Dhe pikërisht ky është procesi që ndihmon më tepër në përmirësimin dhe reduktimin e korrupsionit në sistemin e drejtësisë. Po ashtu, ambasada ka dhënë një ndihmë të jashtëzakonshme dhe për implementimin e dënimeve alternative. Për 3.000 të dënuar, fatura financiare është rreth 30 milion euro në vit. Ne sot kemi 8.000, nga të cilët 4.000 janë në burg dhe 4.000 janë shërbim prove. Mendoni të çfarë fature të madhe do të kishte buxheti i shtetit dhe taksat e qytetarëve nëse ne nuk do të kishim implementuar shërbimin e provës, që është një model tërësisht britanik, tërësisht i suksesshëm, me Twinning Project, me ambasadën britanike. Sistemi i llogaridhënies për gjykatën e lartë mungon tërësisht, pothuajse në Shqipëri, dhe i vetmi hallk ndërmjet pushtetit gjyqësor dhe pushtetit legjislativ është momenti i emërimit. Mbas emërimit, procesi i llogaridhënies nuk ekziston më.
Në Britani është shembull më i mirë. Një model ekselent që ka Britania ku gjyqtarët e gjykatës së lartë japin llogari para dhomës parlamentit, jo për çështjet konkrete, po për performancën e tyre. Një model i cili mund të ishte i shkëlqyer për të implementuar këto. Sometimes it's difficult to say in advance because in Albania there's so many room to do. Ndonjëherë është e vështirë të thuhet paraprakisht sepse në Shqipëri ka shumë bëshllëqe për të mbushur dhe për pasojë është e vështirë të identifikohen disa fusha, megjithatë Fondacioni Slin ka treguar deri tani se është shumë efikas në punën me institucione të veçanta, institucione të vogla. Pra asistenca e Fondacionit Slin ishte shumë e përshtatshme për gjykatën e lartë, për dhomën e avokatisë dhe mbas ata duhet të fokusohen në një institucion dhe duhet të ofrojnë të njëjtën ekspertizë dhe mbështetje. Por gjithmonë për institucione të vogla, mendoj se efikasiteti i Fondacionit Slin qëndron në faktin e ndërtimit të lidhjeve dhe marrëdhënieve personale me institucionet dhe çfarëdo që duan të kryejnë, do i këshilloja të ruanin këtë mënyrë operimi, e cila sipas meje është aseti i tyre kryesor, pra ndërtimi i besimit me institucionet shqiptare. Well, what we sought to go for is key points in the legal system. Ajo që synojmë të bëjmë është të fokusohemi në pika kyçe të sistemit ligjor dhe ku për të thënë të drejtën, institucionet dhe partnerët e tjerë ndërkombëtar nuk kanë qenë aktiv. Këtu maja e sistemit është gjykata e lartë ku synuam të ofrojmë ekspertizën tonë dhe eksperiencat e reformave më aktuale në Britani, që mund të kenë rëndësi për gjykatën e lartë. Kemi pastaj fushën e shkollës së magjistraturës, e cila është pikë fillesa e sistemit ligjor dhe përpasoi si tip çerdhe e gjyqtarëve të ardhshëm, dhe duke ndihmuar me trajnime dhe me procesin e pranimit në shkollën e magjistraturës, mendojmë se është një fushë ku mund të japim kontributin tonë. Fusha e tretë ku jemi përqendruar ka të bëjë me vetë profesionin ligjor dhe nuk është as pak e panjohur se ka probleme me cilësinë e profesionit ligjor dhe me disiplinën. Përpasoj jemi përpjekur t'i adresojmë këto probleme duke punuar me dhomën kombëtare të avokatisë, Ministrinë e Drejtësisë dhe gjykatat për të hartuar procedura të reja disiplinore për trajtimin e avokatëve që sillen në mënyrë të padenjë dhe duke ofruar trajnim dhe struktura organizative për dhomën kombëtare të avokatisë. Mendoj se kjo ka qenë një fushë e suksesshme duke pasur parasysh se tani Shqipëria nga pikpamja legjislative ka strukturën më të mirë disiplinore për avokatët në rajonin e Ballkanit. Tani problemi qëndron si t'i zbatojmë plotësisht këto dispozita dhe për të qenë të sinqertë të identifikojmë dhe eliminojmë disa nga elementët negativ në profesionin ligjor. Asistenca e Fondacionit Slin dhe Ambasadës Britanike ka një peshë specifike në procesin e reformës në drejtësinë shqiptare, pasi prek fusha thelbësore të këtij sistemi. Sfidat e Shqipërisë deri në finalizimin e reformës janë të mëdha. Respekti ndaj ligjit është ndër më kryesorët, por dhe më i vështiri për të arritur. Shoqëria shqiptare beson gjithnjë më pak në zbatimin e ligjit nga njerëzit e drejtësisë. Kjo për shkak se në perceptimin shqiptar korrupsioni është kthyer në sistem. Historia jonë na ndihmon të kuptojmë se të pakta janë momentet kur e drejta është konsideruar si e tillë, por ka ende shpresë. Shqipëria po përpiqet të bëjë hapa cilësor drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Për t'ia dalë, duhet patjetër të reformojë sistemin e drejtësisë si faktor përcaktues në funksionimin e shtetit ligjor në të vend. E domosdoshme është asistenca që i vjen Shqipërisë nga shtete si Britania e Madhe, në të cilët demokracia është funksionale prej shekujsh.